Në këtë ditë të bekuara të qershorit, kur kujtesa dhe krenaria kombëtare bashkohen në një zë të vetëm, mirë se vini në edicionin 24 të festivalit folklorik mbar kombëtar t'i këndojnë lirisë në Klinë. Një festival që nuk është thjesht një këngë e valle, por një histori që rreh në zemrat tona, është gjaku i derdhur për liri që shndrohet në melodi dhe është trashëgimia jonë që frymon në çdo hap të kësaj skene. Nga data 5, 6 dhe 7 qershori, Klina bëhet tempull i kulturës shqiptare, ku bashkohen zërat e të gjitha trojeve për t'i kënduar më të shtrenjtë të son lirisë. Mbrëmja nisi me valle, këngë dhe performanca të ndryshme, duke sjellë një atmosferë të gjallë dhe plot shpirt. Këngët që pasuan zgjuan ndjenja të forta në këtë natë të gjatë e të paharrueshme. She
Skenën e pushtuan dhe këngëtarët e mirënjohur Halit Gashi dhe Golden G, të cilët sollën një duet të fuqishëm dhe shumë të ndjerë. Këngëtari i nderuar Fatmir Berisha, duke vazhduar rrjedhën artistike të mbrëmjes. Radhen mori dhe artisti i madh i skenës son, Shkodran Tolaj, dhe më pas Maria Lajçaj, ku solli një interpretim të këngës së saj të veçantë. Sura,
fillim ja vazhdoi me paraqitje nga pajtim Hamza dhe Mehdi Berisha, një natë që nuk ishte vetëm muzikë, por një rrëfim i gjatë i shpirtit tonë. Mos shikoni, plakët e mia, por shikoni, ku i ka kupit shqiptaria. Nuk e kena konga jam me qipteli, po ja han, në të troje ju për thire